Ja dhe byrekët që unë bëra në tigën, me djathë dhe me qep të njoma. Kanë dalë shumë të mira, shumë të shishme. Këto për fëmijët janë shumë të mira. Për brumin na duhet një gotë me ujë të ngrohtë, pak krip edhe pak vaj. Fatuat edhe mirë. Brumin edhe mbushjen e kam gati. Dalin shumë të mira, unë të i bëj për fëmijët. Kur vinë ka shkolla, kanë qef byrekun. Edhe është byrek bëhet shumë thjesht. Ja tani, do ta kthej këte kështu, edhe do t'i vendos pak djathë këtu në kësaj. Ta morë dhe këte pjesën tjetër, do ta vendos kështu, ta mulloj, këte kështu edhe këtu. Unë po i pjek në tigën këto, pak do vaj, sa kom ly tigonin me vaj.